Selam aleikum. Ku je duke shkuar mama? Do shkoj të bëj një dush. Po dushja nuk e prish shoqërimin? Jo, dushi nuk e prish shoqërimin. Çe duke bo Sulejman? Po le dhëmbët. Po ti agjërueshëm. Agjërimi nuk prishet kur lanë dhëmbët. Çfarë po bën o Muhammed? Po marr abdes. Po ti agjëron, si të lash gojën dhe hundën? Shplarja e gojës dhe hundës nuk e prish agjërimin, vetëm nëse e kalon poshtë me dashje. A dini se një shok i jon i xhamisë sot ka ikë në spital ka pasion smur. Allahu e shërof. I galovi dita e agjërimit atij sot. Jo inshallah. Ilaçet që merren nga goja, edhe sorumet, edhe gjilpërat ushqyese e prishin agjërimin. Nuk e prishin vetëm këto, por e prishin edhe dhurimi i gjakut, edhe dializa. Po ilaçet e zemrës që mahen në gojë në gjuhë? Jo, ato nuk e prishin agjërimin. Allahu i shërof të gjithë të sëmurit. Amin. Çfarë po bën? Po hajë mo. Po a nuk i agjërueshëm? Halla. Po tani që harrova unë? Nuk prishet agjërimi nëse han me harres, dhe quhet sikur të ka ushqyer Allahu. Agjërimin e prishin ngrënia dhe pirja me dashje. Këtu futet edhe pirja e duhanit. Vëlla tash me blet për këshillën. Amin. Çfarë ke o Sulejman? Dhe barku. Çfarë po bën? Provokoj të vjellën. Pa nuk i agjërueshëm? Do ta nxjerr këtë që kam pak se më rëndon. Të vjellët me dashje e prishin agjërimin. Nuk e di jo. S'ka gjë. Hajde ti përsërisim edhe një herë gjërat që e prishin dhe nuk e prishin agjërimin. Hajde. Hajde. Më thuaj një gjë sa. Le të përsërisim ose të fillojmë në fillim me gjërat që e prishin agjërimin. Ngrënia dhe pirja me dashje e prish agjërimin. Këtu futet dhe pirja e duhanit. Ilaçet ose hapjet që merren nga goja e prishin agjërimin. Agjërimin e prish edhe dhënia e gjakut ose dhurimi i tij. Edhe djalisat e prishin agjërimin. Gjilpërat ushqyese dhe sorumet e prishin agjërimin. Edhe të vjellurat me dashje e prishin agjërimin. Dhe të përmuajtshme të gratë dhe lehonia. Tani do të fillojmë me gjërat që nuk e prishin agjërimin. Larja e trupit nuk e prish agjërimin. Larja e gojës dhe futja e ujit në hund nuk e prish agjërimin. Kalimi i ujit në fyt pa dashje nuk e prish agjërimin. Vaksinat, injeksionet ose gjilpërat që nuk janë ushqyese dhe analizat e gjakut nuk e prishin agjërimin. Ngrënia dhe pirja pa dashje nuk e prish agjërimin. Konsumimi i diçkaje nga gjërat që e prishin agjërimin, nga padituria ose harresa, si për shembull, pirja e duhanit nga padituria, ose ngrënia e një luge mjalte nga harresa nuk e prish agjërimin. Larja e gojës me furç ose me past ose me misvak nuk ta prish agjërimin. Përcjellja e bështymës ose sekrecioneve të hundës brenda në trup nuk e prish agjërimin. Pompa e azmës nuk e prish agjërimin. Hapjet e zemrës që mahen në gjuhë dhe nuk përcjellen në fyt nuk e prishin agjërimin. Po fjalët e pista, fjalët e kota prishin agjërimin? Ato e paksojnë shpërblimin, por nuk e prishin agjërimin.
Lutim Allahun ta kemi agjërimin sa më të rregullt dhe sa më të plot. Amin.